jemi të shku në Kaçanik, ku mbahet një syneti? Mbrëmje, faktikisht veç fillon pas orës 7 në shtator, fillon edhe ngrysja, errësira. Unë kam shku me 2 shok të ndjerë, Qazim Kelmendin, që ka qenë gazetar i RTK-s, edhe Avdi Grajqesi, i cili ka qenë pashtu një punëtor i elektroekonomisë. Me ata 2 kam shku, kemi pas paraprakisht rrugëve parullat e caktume, si të kaluat Ferizaj, një vend i caktuar, afër një parkingu, një kamion i prishur, me një bez të bardhë, qoftë se është bez i bardhë, e vazhdoni rrugën. Nëse është bez i kuq, do më thonë jeni zbulu dhe mos vazhdoni matutje. Në hymjet Kaçanikut na kanë dalë djemtëri, të organizuar komplet, keni ndëgjuar për ato parullat që ne kanë thonë, a mos jeni për ndonjë syneti, ka qenë parullat faktikisht, dhe ata na kanë drejtu ku milon makinat, në nërësirë komplet, edhe në nërësirë të plot, neve kemi shku në shtëpinë e kulturës të Kaçanikut. Atë ditë, me 7 shtator, në vërtet një ditë më herët, me 6 shtator, delegat janë njoftu që do të mahet mbledhja në Kaçanik, dhe janë orientu se ka duhet të arrinë në Kaçanik, dhe në hymjet Kaçanikut, kush do t'i pret. Në fakt, me një fshat në rrugën magjistrale, me një fshat që quhet Provoli, ose si që quim na Kërdak, ka qenë vendosun 2 qytetarë, Sabit Raka me Usta Lahin, si që quim ne, me një automjet të prishun, të 2 kanë qenë mekanik, për mos me dyshu policia se qka po bojnë, janë bo këshe po e ndreqin kerrin, dhe automjetet me delegat që kanë mri aty e kanë ditë që duhet të pysin, edhe janë dalë e kanë pyt, fjala e cila për identifikim ka qenë që njerëz në automjetin ku kanë qenë delegat kanë pyt, jemi të shku në Kaçanik, ku mbahet një syneti. Ata e kanë ditë që këto janë delegat, nuk i kanë jovë, edhe i kanë uzu që të hynë në Kaçanik.